Begjet Pacolli ka reaguar publikisht për situatën e aeroportit të Vlorës, duke deklaruar se shteti po merr kontrollin e projektit dhe se ai nuk dëshiron të përballet me institucionet shtetërore. Në një postim në rrjetet sociale, Pacolli i tregoi se një gazetar shqiptar e kishte pyetur lidhur me ndërhyrjen e policisë në aeroport. Ai u shpreh se pjesa e punimeve që kompania Mapco kishte marrë përsipër është përfunduar prej kohësh dhe se aeroporti është ndërtuar me financimet e tij, ku sipas tij janë investuar mbi 310 milion euro. Pacolli theksoi se nuk do të luftojë me shtetin, por e cilësoi mënyrën e veprimit si të padrejtë dhe jo në përputhje me parimet e shtetit ligjor. Ai shtoi se koha do të tregojë të vërtetën mbi situatën. Sa i përket punëtorëve dhe nën-kontraktorëve, biznesmeni deklaroi se detyrimet financiare do të shlyhen plotësisht dhe se stafi do të tentohet të angazhohet në projekte të tjera jashtë vendit. Sipas tij, problemi më i madh mbetet dëmtimi i dinjitetit të punëtorëve dhe ndikimi negativ që kjo situatë mund të ketë te besimi i investitorëve ndaj Shqipërisë.